Mjekët me urdhër të prerë. Para se të pini kafe në mëngjes, duhet të dini këto gjëra. Shumë prej nesh vendosin ta nisin mëngjesin e tyre me një filxhan me kafe, por kjo mund të mos jetë mënyra e duhur. Në fakt, as pak. Sipas specialistëve, koha e duhur është ajo e mëngjesit të vonë, midis orës 9:30 dhe 11:30, por jo më herët se kaq. Në këtë video do ju njohim me efektet anësore të kafes kur kjo e fundit konsumohet esëll në mëngjes në orët e para të saj. Kafeja mund të ndikojë gjithashtu edhe në shumë ndryshime të organizmit tuaj. Ndaj tregoni të kujdesshëm me përdorimin e saj. Kafeja e pirë, sidomos në orët e para sapo zgjoheni, mund t'ju bëjë që t'jeni më të përgjumur gjatë ditës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kafeja është një nga pijet e zgjimit për shumë prej nesh, por ruajtja e saj sapo zgjohemi nga gjumi mund të ketë efekte të kundërta. Kafeina dyfishon nivelin e hormoneve të stresit që mund të çojë në probleme të gjumit, gjë që rezulton me më shumë lodhje. Nëse e filloni ditën tuaj me një filxhan kafe me sheqer, mund të ndjeni të përgjumur pas një periudhe të shkurtër kohore. Kjo ndodh sepse trupi ynë prodhon insulinë për të konsumuar edhe kompensimin e sheqerit, duke bërë që nivelet e glukozës në gjak të bien, gjë që rezulton në mungesë energjie dhe rritje të ankthit, kryesisht në orët e para të ditës. Trupi juaj mund të humbas minerale thelbësore dhe shumë shpejt të ndikojë negativisht në shëndet. Kafeja në mëngjes mund të ketë të bëjë që të humbisni shumë vitamina dhe minerale thelbësore. Mund të sabotojë thithjen e hekurit magnezit, vitaminave B, të cilat janë jetike për sistemin nervor. Shumë kafeinë gjithashtu përkthehet në më pak kalcium në kockat tuaja, duke i bërë ato më të dobta dhe më të brishta. Kafeja mund të nxjisë edhe probleme me stomakun. Kafeja aktivizon sistemin ton nervor, i cili nga ana tjetër ndikon në zorrën e trash dhe mund të shkaktojë probleme të diarres. Disa njerëz gjithashtu pëlqejnë të shtojnë qumësht ose krem në filxhanin e tyre të mëngjesit dhe për shkak se shumica prej nesh kanë vështirësi në tretjen e laktozës, kjo mund të shkaktojë edhe shqetësime të ndryshme në stomak. Efektet e tjera të pirjes së kafes në orët e para pa ngrënë janë shtimi i peshës, arritja e niveleve të ankthit dhe tharja gjithashtu e lëkurës. Kafeja, nëse konsumohet si duhet, do të kthehet në një aleat të vërtet për mbrojtjen e organizmit. Kafeja është një nga pijet më të njohura në të gjithë globin për një numër të lartë të përfitimeve shëndetësore. Fal niveleve të larta të antioksidantëve dhe lëndëve ushqyese të dobishme, gjithashtu duket se është mjaft e shëndetshme. Studimet tregojnë se personat që konsumojnë kafe rrezikojnë më pak nga disa sëmundje të tjera. Këto janë përfitimet kryesore të konsumit të kafes sipas Healthline. Mund të përmirësojë nivelin e energjisë për t'ju bërë më të zgjuar, kryesisht nëse konsumohet pas mëngjesit. Kafeina bllokon një neurotransmetues frenues për trurin tuaj, çka shkakton efekte stimuluese. Kjo përmirëson nivelin e energjisë, gjendjen shpirtërore dhe aspekte të ndryshme të funksioneve të trurit. Kafeja mund t'ju ndihmojë edhe në djegjen e djamit, nëse konsumohet pas mëngjesit. Disa studime sipas Healthline tregojnë se kafeja mund të rrisë djegjen e djamit dhe gjithashtu ritmin e metabolizmit tuaj, duke sjellë më shumë përfitime dhe duke lehtësuar më shumë komplikacionet e tyre. Kafeja mund të përmirësojë në mënyrë drastike edhe performancën tuaj fizike. Kafeina mund të rrisë nivelin e adrenalinës dhe të çlirojë gjithashtu edhe acidet yndyrore nga indet tuaja yndyrore. Kjo gjithashtu mund të çojë në përmirësime të dukshme në performancën tuaj fizike. Përmban lëndë ushqyese thelbësore, të cilat janë mjaft të rëndësishme për të konsumuar gjatë gjithë ditës. Kafeina përmban lëndë të rëndësishme përfshirë riboflavin, acid pantotenik, mangan, kalium, magnez dhe niacin. Kafeja gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në luftën kundër problemeve të Alzheimerit dhe demantinës. Personat që pinë kafe kanë një risk më shumë për t'u prekur edhe më pak nga komplikacionet e Alzheimerit, që është shkaku kryesor i problemeve të demantinës. Por cili është shkaku kryesor i demantinës në të gjithë botën?
Ekspertët këshillojnë konsumin e kafes si një zgjedhje natyrale për dietën tuaj. Gjithashtu, mund të ulë riskun e prekjes nga problemet e Parkinsonit. Personat që konsumojnë kafe kanë deri në 60% më pak risk për t'u prekur nga sëmundja e Parkinsonit, çrregullimi i dytë më i zakonshëm neurodegenerator. Mund të mbrojë shëndetin tuaj të mëlçisë. Personat që pinë kafe kanë një risk më të ulët që të preken nga ciroza e mëlçisë, e cila shkaktohet kryesisht edhe nga komplikacionet tuaja ditore. Ndaj konsumi i saj në dietën tuaj mund të jetë një zgjedhje lehtësuese. Kafeja mund të ulë riskun për t'ju bërë edhe më të ndjeshëm, duke ndikuar kështu në çështjet tuaja imunitare. Kafeja mund të ulë riskun e shfaqjes së depresionit, që mund të çojë në zgjedhje dramatike edhe rrezikun e humbjes së jetës. Kafeja, sipas Healthline, e konsumuar pas orëve të para të mëngjesit, mund të jetë një alternativë shumë e mirë edhe në luftën kundër disa llojeve të radikaleve të lira. Disa lloje të radikaleve të lira mund të jenë shkaqet e treta dhe të katërta të humbjes së jetës në të gjithë botën. Pirësit e kafes, jo më teprit, kanë një risk më të ulët për t'u prekur nga këto shqetësime. Kafeja nuk shkakton sëmundje të zemrës dhe goditje të saj nëse konsumohet brenda normës. Kafeina mund të shkaktojë rritje të buta të presionit të gjakut, e cila zakonisht zvogëlohet edhe me kalimin e kohës. Pirësit e kafes kanë një risk më të ulët të prekjes nga sëmundjet të zemrës dhe kanë një risk më të ulët të goditjeve në trup. Kafeja mund t'ju bëjë që ti jetoni gjithashtu edhe më gjatë. Një studim ka treguar se pirësit e kafes jetojnë më gjatë dhe kanë një risk më të ulët të humbjes së jetës nga këto komplikacione të parakohshme. Kafeja është një burim shumë i mirë i antioksidantëve në dietën perëndimore. Kafeja është e pasur me antioksidantë të fuqishëm dhe shumë njerëz marrin shumë antioksidant nga kafeja, më shumë se sa nga frutat dhe perimet e ndryshme. Ekspertët këshillojnë gjithashtu se duke konsumuar kafen brenda normës së lejuar, mund të merrni përfitime të duhura. Sipas një studimi të publikuar në revistën mjekësore britanike BMJ, kafeja përmban më shumë se 1000 substanca, shumica prej të cilave kanë veti antiinflamatore dhe mund të ulin riskun e problemeve të Alzheimerit. Kafeja përmban sasi të mëdha të kafeinës, të cilat ndikojnë në funksionet e trurit. Njerëzit që vuajnë nga humbja e kujtesës duket se kanë nivele të ulta të kafeinës në gjakun e tyre, por përpasoj ato mund të preken nga demenca gjatë kalimit të viteve. Mund të zvogëlojë riskun e prekjes nga Parkinsoni. Parkinsoni është një sëmundje kronike e sistemit nervor, e cila qëndron e karakterizuar nga dridhje të ndryshme të trupit. Studimet kanë treguar se kafeja, përveç se ka efekte të mira neuroprotektive gjatë zhvillimit të sëmundjeve të Parkinsonit, gjithashtu mundet të mbrojë organizmin tuaj edhe kundër simptomave fizike dhe atyre të komplikacioneve të shëndetit. Kafeja mund të parandalojë gjithashtu edhe dëmtimet e ADN-s. Pirja e kafes mund të parandalojë dëmtimet e ADN-s dhe të ulë riskun për të prekur nga komplikacione të ndryshme, citon BMJ. Kafeja gjithashtu mund të mbrojë shëndetin më të mirë të zemrës. Për më shumë, është rekomanduar që personat të cilët kanë një ritëm jo normal të zemrës duhet të shmangin kafeinën, pasi mund të rrisë riskun e problemeve të saj. Por konsumi i kafes brenda normës së lejuar dhe në sasinë e duhur ditore mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese në rastin tuaj. Ekspertët këshillojnë konsumin e kafes së freskët brenda normave të rekomanduara. 1 deri në 2 kafe të paëmbëlsuar me shtojca të ndryshme mund të jetë me shumë përfitime unike në vlerat e shëndetit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga vlerat e kafes, sigurohuni ta konsumoni atë sa më të freskët dhe sa më natyrale në dietën tuaj. Është e rëndësishme të mos shtoni shtojca të ndryshme, të cilat do të ndikojnë në çështjet tuaja imunitare dhe mund të krijojnë gjithashtu edhe komplikacione të tyre. Sigurohuni të konsumoni kafe natyrale në dietën tuaj. Vlerat dhe përfitimet e saj për shëndetin do të jenë të larmishme dhe më të larta, ndaj mos e egzagjeroni vetëm me sasinë. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.